Prokuroria e Shkodrës ka marrë vendimin për të sekuestruar pasuritë e shtetasit Brigeno Binoshaj dhe familjarëve të tij pas dyshimit se burimet e tyre financiare nuk justifikojnë pasuritë e grumbulluara. Sekuestrimi përfshin 3 automjete, 3 motorë dhe të gjitha llogaritë bankare në emër të Binoshaj dhe të afërmëve të tij, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimin e lëndëve narkotike dhe korrupsionit. Brigeno Binoshaj është i njohur për autoritetet pasi ka pasur dënimet më parë nga autoritetet franceze për trafikim të lëndëve narkotike. Pas hetimeve intensive të kryera nga Prokuroria e Shkodrës, u ngritën dyshime të forta se ai dhe familjarët mund të kenë përvetësuar pasuri të pajustifikueshme në mënyrë të palishme. Gjykata e Shkodrës ka aprovuar kërkesën e prokurorisë. Gjykata e Shkodrës ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin e pasurive, duke e bazuar në argumentin se automjetet, motorri dhe llogaritë bankare nuk korrespondojnë me të ardhurat e lishme të individëve në fjalë. Autoritetet theksojnë se këto masa janë pjesë e strategjisë për të goditur pasuritë, krimit të organizuar dhe për të parandaluar veprimtaritë kriminale në të ardhmen.